Po xhamia jema është patjetër, thash. Veç zotnia jote e din se si është e jemi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Është një kënaqësi shumë e madhe sa herë që ne mblidhemi edhe këshillohemi në mes vete. Edhe mënyra më e mirë për ta këshilluar njëri tjetrin është me përmend edhe me vunë huzur të njëri tjetrit shembujt më të mirë të kësaj feje, që janë sahabët e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Ka një temë shumë interesante, që në fakt duhet të jetë krye tema e çdo besimtari, edhe krejt muslimanëve deri në ditën e fundit. Edhe që është marrëdhënia që ata kanë me planën kryesore të besimit të tyre. Me kuptimin edhe i vlerësimin e la ilaha illallah. Aja që në fakt është edhe fjala e shpëtimit. Aja që në fakt është karta e identitetit të muslimanit. Pa atë nuk hyn në islam. E kush e thot atë ka shpëtu. E kush e kupton atë është prej fatlumëve që janë përgjigje Allahu subhanahu wa taala për të jetuar me dinjitetin e besimit, edhe me krenarin e të kenonit e të dëshmuarit si njerëz që në mesin e miliarda e njerëzve janë përgjigje Allahut azza wa jall. Se dikush nuk e thot la ilaha illallah. Prandaj në Kur'anin famullar kur e gjejmë se Zoti i gjithësisë urdhon të thotë fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. A ke dyshim ti se ka zot tjetër përveç Allahut? Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Edhe jeni të shikojmë disa momente shumë interesante nga mënyra se si janë sjell sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam me la ilaha illallah. Edhe çfarë rëndësie i kanë dhënë kësaj fjale, dhe si e kanë praktikuar në jetën e tyre të përditshme. Dhe si e kanë marrë njëri tjetrin në përdore për të ulë në mexhliset e dhikrit për të shtuar la ilaha illallah. E habitshme. Argumente pafund. Dhe nuk po zgjatem. Dhe po përmendi transmetimin e Imam Hakimit, i cili na tregon nga Hazreti Hudhaifa ibn al-Yaman. Ka një transmetim shumë interesant, që thotë kështu. Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam: Yudrasul Islam. Yudrasul Islam do të thonë do të shuhet Islami. Disa që janë më të shumë këtu kanë me e kuptu më mirë se sa kushdo tjetër thelbin e këtij hadithi. E ata që janë më të ri, le t'i pyesin baballarët dhe gjyshrit e tyre për këtë hadith, të cilin ne e ndëgjojmë, ndërsa më të shumë në mesin ton e kanë jetuar këtë hadith. Do thotë, do të fshihet Islami, do të shuhet Islami. La yudra ma siyamun wala sadaqatun wala nusuk. Nuk dihet ma se që është as agjërimi i Ramazanit, as sadaqaja, pra zakati, as adhurimi i haxhit edhe kurbanit. Thot wa yusra ala kitabillahi azza wa jall fi laylatin fala yabqa fi al-ardi minhu aya. Edhe do të marret libri i Allahut azza wa jall brenda një natet. E nuk do të ngelet më prej tij as edhe një ajet i vetëm, Zoti na rujt. Wa yabqa tawaif min an-nas al-shaykh al-kabir wal-ajuz al-kabira. Dhe mesin disa njerëz, ndonjë plakë, të cilët thonë: adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalima la ilaha illa Allah fa nahnu naquluha. Thonë këto pleqt i kena mërit prind tanë që e thonin këtë fjalë, la ilaha illa Allah, edhe ne po e themi. Pse thash se më shumë munden me e kuptu thelbin e këtij hadithit? Absolutisht e kam lexuar këtë, edhe kam çuar ndërmend gjyshin tim edhe nanën paqen rahmet. Dhe disa prej zotnive të shumë, haqilerëve të vjetër të Shkodrës, pas 90-s, në një prej tyre që më thoshte kur të vdes ma këto ndonjë Jasini Sharif etj, prej tyre burrave të mirë, të cilët subhanallah e kanë jetuar këtë hadith. Periudha e komunizmit dhe çfarë ka kalu ky popull është pikërisht një ky hadith. A nuk është e vërtet, Haxhi i dashur, që për vite e dekada njerëzit nuk kanë ditë më çfarë është asnimi i Ramazanit? Se kanë praktikuar, s'kan ditë çfarë është namazi, çfarë është zakati, çfarë është haxhi. A nuk është e vërtet se kanë ngel disa gjyshër të ndërum, që ne i kemi mërrit. Dhe na kanë thënë se të parët tanë kanë thënë te la ilaha illallah. A është kështu apo jo? Që mos shkojmë larg të themi po kur do të ndodhin kjo. Ne na kanë ndodhur ndër shqiptar.
Ne si popull shqiptar e kemi vujt këtë. Baballarët tanë, gjyshrit tanë e kanë vujt këtë. Ma shumë se 20 e kusur vite. Dhe kur pejgamberi alayhi salatu wasalam na përmend vlerën e kësaj la ilaha illallah, do të thotë se ne sot që e themi lirshëm la ilaha illallah, edhe e dim se ç'është agjërimi, edhe e kryejm atë. Sa sofra iftari keni realizuar ju këtu në këtë qendër? Më tha imami juaj në Rum, natën para pak ditësh, edhe më tregoi sa sofra keni bërë. Është bekim i madh. Sa fëmijë na kanë ardhur dhe na kanë mbush qendrën tonë, e xhamin tonë, kjo është bekim i madh. Sa vajza e kanë vu hijabin, e nanat tona, e gratë tona, kjo është bekim i madh. Nuk duhet me nëmplotësu këtë. Pastaj thotë që merret Kurani brenda një nate, është e frikshme kjo. Sa shtëpi prej shtëpive tona kanë pas Kur'an? Ndoshta ndonjë kopje shumë e rujtur në fanatizëm, që edhe ashrurit ma shumë për bereqet se sa me u shpletu, se s'ka guxu kush me shpletu. Brenda një nate ka ik Kur'ani. Sot e kemi Kur'anin. Sot kemi kaq shumë kopje të Kur'anit sa që gati në disa vende e shoh që tenja ka filluar me e lexuar më shumë Kur'anin e rafteve të xhamive tona se sa njerëzit. Kjo është përgjegjësi e madhe. Kemi u pyet nesër para durve të Allahu subhanahu wa taala. Ka pas njerëz përpara nesh që janë dëshiruar për me e pas një Kur'an. E janë dëshiruar për me lexuar një Yasin i Sharif. E janë dëshiruar me lexuar 10 suret e fundit të Kur'anit. Ne sot e kemi atë. E si e trajtojmë? E pyeti Hazreti Hudhaifen, çfarë vlerë ti ka la ilaha illallah, ndërkohë që ata nuk dinë as agjërimin, as zakatin, as adhurimet, domethënë. Thotë ai e solli fytyrën edhe nuk i dha mendje. Ju vumra po i thonë, më trego çfarë vlerë ti ka la ilaha illallah. 2 herë, 3 herë. Herën e tretë ju drejtu ballë për ballë edhe i tha: "Ya sila, tunjihi minan nar." I tha: "O sila, kjo shprehje, kjo fjalë i shpëton ata nga zjarri i xhenemit. Tunjihi minan nar, i shpëton nga zjarri i xhenemit. Tunjihi minan nar, i shpëton nga zjarri i xhenemit." Por mos mendoni se është diçka e vogël kjo. La ilaha illallah është më e madhja. Dhe më e vlefshmja. Po të nuk din agjërimin, nuk din namazin, nuk din, ore kjo i shpëton nga zjarri. Prandaj, të dashur dhe të shtrenjtë, mësojmë prej kësaj, edhe nga urtësia e Hazreti Hudhaifës, edhe këtyre zotënive të nderuar që janë të përfshirë në këtë ngjarje dhe këtë hadith. Mësojmë që nëse na vjen në xhamin tonë një person që nuk din asgjë nga feja, më e pakta ka ardhur se don për me ardhur në xhami. As la ilaha illallah nuk din për me thënë, ora hap një dyert, hap një zemrën. Se ka ardhur në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Ai që vjen në shtëpinë e Zotit, domethënë që i Zoti i shtëpisë ka ftuar, mos u bën ti shkak me ja mbyll derën e Zotit dikujt. I themi këto për mos më në përsërit e kalumja të dashurit e mi. Dhe mos me e toleru dhe mos me e leju me në u kthy ajo që ishte. Dhe që e vujtën baballarët tanë. E një pjesë e jona që jemi të pranishëm xhana. Fjala la ilaha illallah i shpëton nga zjarri, ka thënë 3 herë, shpëton nga zjarri. Ne na vjen dikush në xhami e themi, "O ba, dhe ky më ardh në xhami." Auzu billahi, kush i di që thuat fjalë? Oho, i biri i filanit, ose e bija filanit. O, që pas ka ardhur dhe kjo që e kemi pa para 3 muajve, para 1 vit, or kush je për ti që flet kështu? Ne nuk jemi gjyqtar të njerëzve, o të dashur. Ne jemi të gjithë fukara para dyrëve të Allahut subhanahu wa taala. Edhe nuk e dim se si e kemi dertin nesër në ditën e gjykimit. Nuk e dim a na pranohet apo jo ajo çfarë bëjmë. Nuk e dim a namazi që falim, agjërimi që bëjmë, leximi i Kur'anit, veprat e ndryshme a na pranohen ajo. Dhe marrim përmi supe të paragjykojmë të tjerët. Rregulli i parë, edhe mësimi i parë, që du për me i thanë vetes time duke ju pa ju në sy, është mos jo mbyllni kujt derën e Allahut azza wa jall. Sepse ai që thotë me zemër, qoftë një herë në jetën e tij, la ilaha illallah, dakhala al-janna, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka me hyrë në xhennet. Po nëse me këtë fjalë ka me hyrë në xhennet, edhe me këtë fjalë vjen në dyert e xhamisë ku je edhe ti dhe unë, ne ja mbyllim derën? Jo. Ka një fjalë të madhe të Hazreti Aliut radhiyallahu anhu, por jo vetëm, i cili thotë që më oratori i njerëzve dhe ma i dituni i tyre me dijet e Allahut azza wa jall është ashaddu an-nasi hubban wa ta'dhiman li hurmati ahli la ilaha illa Allah.
Ai njeri që i don masë shumti, i madhëron dhe i respekton masë shumti njerëzit e la ilaha illallah, besimtarët. Kjo tashti është një këshill tjetër, dhe një mesazh tjetër shumë i madh, që ne që na ka bë Allahu azza wa jalla nasib me kanë prej ehli la ilaha illallah, duhet me e dash njëri tjetrin. Duhet me madhëru njëri tjetrin. Duhet me e majt njëri tjetrin. Jo me shiku shtremt njëri tjetrin. Jo me u përçan ndërmjet vete. Jo me i ba zigzake njëri tjetrit pas shpinët. Ne duhet me e rujt njëri tjetrin. Sa jemi ne këtu? A ju duket se jemi shumë? Edhe 10 pishë i këtyre që janë të pranishëm e kanë, jemi pak. Por jemi shumë kur jemi me njëri tjetrin. Jemi shumë kur e themi këtë la ilaha illallah edhe e mbrojmë njëri tjetrin. Edhe i shkojmë njëri tjetrit. Edhe bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Edhe respektojmë hartën e vlerave të bashkëpunimit dhe të vllaznisë islame që Allahu subhanahu wa taala ka vendosur për ne në Kur'anin familjar. Ma e pakta, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Me bashkëpunu për veprat e mira, edhe jo kundërta. Ma e pakta me kujtu dhe me ditë se innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. Po çfarë vllaznie është kjo? Kjo është vllaznimi të gjitha vllaznit. Nëse nesër në ditën e gjykimit secili të largohet nga familja e tij, të afërmit e tij, gjithkush, sepse ka hallin edhe derdhin e tij, vetëm ai që e ka dashur për hir të Allahut dhe e ka konsideruar vëlla dhe motër në Allah, ai ka me inajt për brinjë dhe ka me kënë shpëtimtar nëse ka pas nevojë për të. I than Hazreti Ebu Dardas, Ebu Saad ibn Munabbih ka liru 100 frym, do të 100 sklever. Gjë e madhe është ajo, dhe më thonë, çfarë sevapit. Çfarë tha? Sa me liru 100 vet, nga pasunia dhe i kujt është diçka shumë e madhe. Të pari që është, nga në 1 miliarder i madh që e banë të punë. Dhe thot, wa in shi'ta, dhe nëse ke dëshirë, unë të lajmëroj ty bima huwa afdal min dhalik. Për diçka që është edhe më e mirë se sa kjo. Çfarë mund të jetë më e mirë se sa me liru 100 vet? Çfarë mendoni? Sa imanun melzumun bil leili wan nahar. Dhe më tha njeriu më ndaj konform besimit ditë natë. Pra me kënë korrekt me besimin tanë, me vlerat tuja, me moralin tanë, me sjelljen tane, me etikën dhe identitetin tanë si besimtar. 1. E dyta, wala yazalu lisanuka ratban min dhikrillahi azza wa jall. Edhe gjuha jote me kanë për herë një me përmendjen e Allahut azza wa jall. E thuaj la ilaha illallah. Je të ecën rrugë, je në makinë, je në të punu në arë, je të pa një neshje, je të thuaj la ilaha illallah. Merri një palë të spi edhe bën salavat për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Merri një palë të spi edhe thuaj la ilaha illallah. Edhe tu pa neshjen e futbollit, ju djem të ri. E shihni neshjen e futbollit këtë ditë? Ha? A shihni neshjen e futbollit? Po, shihni. Krejt shohin. E për pas një palë të spin dorë dhe me ba la ilaha illallah ndërkohë që sheh neshjen e futbollit. A është ma mirë, a mendoj të bërtit edhe të sha edhe tu, që s'ka asnjë lloj vleret, edhe të shpërfytyron, është ma mirë. Cila? E thuaj për la ilaha illallah. Thotë gjuha jote me ngel gjithmonë e njohur nga përmendja e Allahut të madhëruar. Një histori dhe me këtë e përfundojmë mezhlisin e kësaj pasdite. Është një sahabi i dashur që quhet Abdullah ibn Rawaha. Hazreti Abdullah ibn Rawaha është ajet për ajeteve të Allahut në dashnin e tij që kishte për mezhliset e dhikrit. Çfarë bante ky zotnia? Hazreti Enes ibn Malik thotë kështu. Hazreti Abdullah ibn Rawaha kur takonte ndonjë prej shokëve të Resulullahut alayhi salatu wasallam, shikoni sahabë me njëri tjetrin, jo njerëz të zakonshëm. Ky sahabi do shikonte ndonjë sahabi tjetër. Kur e takonte, i thoshte, ta'ala nu'min bi rabbina sa'a. Hajde të ulemi edhe me përkthy fjalë për fjalë ti besojmë Zotit ton për pak qaste. Thot një herë qëlloi në një prej sahabëve që nuk ja mori për mirë këtë fjalë. Me ardhmë më ulmi besu Zotin, kur besimtar jam, edhe u zemru ky. Ja mori për të madhe këtë fjalë. Dhe shkoi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha, ja Rasulullah, a nuk e sheh ibn Rawahan që i tërheq njerëzit dhe i thot hajdeni të besojmë. Hajdeni të besojmë. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, yerhamullahu ibn Rawaha.
Allahu e mëshiroft Ibn Rawahan. Se thanë Zoti e rujt. Allahu e begatoft. Allahu e mëshiroft. Ishte gjallë. U lut për atë. Allahu e mëshiroft Ibn Rawahan. Innahu yuhibbu al-majalis allati tatabaha biha al-malaika. Ai i don mejliset me të cilat mburren melekët. Ose mburret Allahu me to tek melekët e tij. E Allahu e rujt për atë. E hajde të bëhemi unë dhe ju si Ibn Rawaha, që ta meritojmë këtë lutje të pejgamberit alayhi salatu wasallam, i lumit i për. E ne sarrim shpesh herë dhe hupim kohë poshtë përpjet. E merr një shok tanin, një shoqe, një motër, një vëlla, dhe hajde ulim në xhami të lexojmë libër. Hajde të lexojmë për Kur'an me njëri tjetrin. Hajde më ndihjoj surën Fatiha si e them. Unë po të ndihjoj ty. Pastaj shkojmë te hoxha dhe i themi të dy, na ndihjoj se a kemi perfeksionuar apo jo. Më e pakta. Hajde të ndihjoj se si kam mësuar me lexu, po them Yasin Sherifin. Me kanë si e nisme me xhlisin me Yasin Sherif. Hajde besojmë, domethënë hajde të shtojmë dhikrin e Allahut te baraka ve taala. Në një transmetim tjetër, i tha Hazreti Abdullah ibn Rawaha një shoku të tij, hajde të ulemi dhe të besojmë Zotit ton. I tha, awalesna bi mu'minin, a nuk jemi besimtar? Tha, bela, walakin nadhkurullaha fanazdadu imanan. Tha, patjetër, ne besimtar jemi, por i bajmë dhikr Allahut dhe e shtojmë besimin. Pra hajde të besojmë Zotin ton, dhe me thënë, të bajmë dhikr dhe të shtojmë besimin. Ashtë transmetuar po ashtu, se Hazreti Abdullah ibn Rawaha e merrte në një prej shokëve të tij për dorë. E kapte për dorë. Edhe i thoshte: "Qum bina nu'min sa'a, fa najlis fi majlisi dhikr." Hajde të ulemi dhe të besojmë paksa dhe të bëjmë një mejlis dhikri. Të ulemi në një mejlis dhikri. Që do të thotë, a mund të ulemi ne në xhamin tonë në një orë të caktuar në drejtimin e imamit dhe të themi sot bëjmë një mejlis dhikri? Patjetër, si marrim të spit, pa të spit, çfarë ka? Edhe lexojmë një sure nga Kur'ani bashkarisht. Ose bëjmë 100 herë la ilaha illallah së bashku, ose 100 herë istighfar, ose 100 herë salavat për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ta në vjen dita e xuma, a mund të prezantojmë një orë përpara xumas në xhami? Edhe lexojmë së bashku me imamin ose me dikën që imami e ngarkon surën El-Kahf për shembull, ose mos dite. Themi që mos i që njëzot ulemi të lexojmë surën El-Kahf së bashku. Me gjithë dhikri tash taj. Transmetohet se Hazreti Ebu Dheri radiallahu anhu thoshte, Hazreti Omeri qëllonte nga një herë që merrte një ose dy persona edhe i thoshte, "Qum bina nazdadu imanan, fayadhkuruna Allah azza wa jall." Hajde në ngrihuni dhe të shtojmë besimin, edhe uleshin edhe i banin dhikr Allahut të madhëruar. Hazreti Al-Aswad ibn Hilal të thot, po esim një ditë me Hazreti Muadhin, Muadh ibn Jabal radiallahu anhu, edhe tha, "Ijlisu bina nu'min sa'a." Uluni të besojmë pak sa. Dhe më dhanë, ulu të bëjmë me xhlis dhikrit. Edhe e fundit kretë, edhe me këte e përfundoj. Hazreti Ebu Huraira të thotë kështu, na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum." Jaddidu imanakum. Rinovojeni besimin tuaj. I tham, ja Rasulullah, si ta rinovojmë besimin tonë? Sa ekthiru min qawli la ilaha illa Allah. Shtojeni sa më shumë thanjen la ilaha illa Allah. Edhe me këtë përfundojmë me xhlisin e kësaj dite. Allahu ju dashë beqatoft, walhamdulillahi rabbil alamin.